Vuajtjeve të Ekrem Topallit nga Zllatari i Ferizajt sa i takon banimit, së shpejti pritet t'i vijë fundi. Pas një jetese në kushte të rënda për shkak të shtëpisë së vjetër, kontributet e bashkëvendësve të tij, organizimi i mirë solidar dhe puna e shoqatës humanitare Phoenix kanë bërë që këtij banori me 6 anëtar të familjes t'i ndërtohet shtëpi e re. Por bashkëveprimi i ngushtë i këtyre faktorëve i ka bërë me shtëpi edhe disa familje të tjera të Zllatarit. Kemi bërë një koordinim të mirë të punëve në mes Këshillit të Fshatit dhe shoqatës Phoenix. Kemi arritur për ndërtimin e disa shtëpive për ato familjarë që janë me kushte të rënda banimi, si edhe me kushte të rënda ekonomike e sociale, me keqare e them ata të cilët janë në varfëri të skajshme. Kjo shtëpi të cilën e keni e fokusoni është shtëpia e 4 që ndërtohet me ndihmën me pjesëmarrje të familjarëve dhe shoqatës Phoenix. Pra familjarët me pjesëmarrje janë 50%, ndërsa pjesën tjetër e mbulon shoqata Phoenix. Gjatë punës që ka bërë në Zllatar, shoqata Phoenix thotë të ketë identifikuar edhe raste të tjera me varfëri të skajshme dhe me kushte shumë të rënda banimi. Tu janë edhe një numër mjaft i madh i shtëpive, të cilat kanë nevojë për strehim. Prandaj nëse shoqat në emër shoqatës Phoenix baj thirrje edhe njëherë që të gjithë ata që kanë shpirt, që kanë mundësi të ndihmojnë, sepse këtu mas pakti janë edhe një numër diku afër 70 shtëpive që janë në gjendje të skajshme vazhdimisht. Tash kemi zbuluar edhe disa shtëpi tjera që pothuajse s'kan as ku të flanë. Kemi edhe në Kosh ashtu duke fjetur. Prandaj për hatët fëmijëve dhe familjeve që janë në gjendje shumë të rëndë, kërkojmë të gjithë donatorët, po edhe fshati të angazhohet në maksimum që të arrimi s'paku ta zbusmi problematikën e strehimit dhe të banimit të këtyre njerëzve. Shtëpia e Ekrem Topallit dhe bashkëfshatarëve të tij, sipas udhëheqjes së Zllatarit dhe shoqatës Phoenix, paraqet mobilizimin dhe humanizmin shembullor për të mbështetur ata që kanë më së shumti nevojë.